I riu Samuel Prenkaj në fermën e tij ka rreth 20.000 pula. Ai prej vitesh ushtron këtë profesion duke i ofruar një kujdes të veçantë secilës fazë të mirëmbajtjes së fermës. Ne kena rreth 20.000 pula, kujdesim shumë mirë për to, ushqimin e bojmë vetë, na si biznes familjar, mirëm me se 20 vite me këtë biznes, dhe tregun e kena në Gjakovë dhe në tërë Kosovën. Prenkaj tha se edhe përfitimi financiar në këtë veprimtari është fetimprurse. Përfituesi janë shtim mirë, vështirësi nuk kena, por ku t'i bojmë zësh 18 javë, i vaksinojmë, japim vaksina puna smunjes, dhe për momentin nuk ka asnjë problem, asnjë defekt. E kur është fjala për ushqim që duhet siguruar pulave në fermë, Prenkaj thotë se edhe këtë e bëjmë në mënyrë teknike. Shkojnë rreth 3.000 kg në ditë ushqim, koncentrat. Koncentratën e bëjmë vetë, e nreshim vetë. Shpëndohen e ushqimit e bëjmë në mënyrë teknike, na lehtëson shumë punën. Mesjera Prenkaj apelon tek të rinjët që të mos e braktisin vendin, por të punojnë me veprimtari të ngjeshme siç bën ai vetë. Kjo pasi edhe të ardhurat janë shumë të mira.